Ujë në fshatin Gosil mungon. Ujë burimi ka ujë. Di me datën 11 pa të ujë bollë. Me të thonë tajtë, di ka data gjambete, sa më maron zidhet, hade ne nuk na e vojë kur tash janë anal ujë. Anal ujë dhe nuk ka ujë me pisë, jo mo ato probleme tjera, po ne dum ujë. Ne dum ujë sepse ne kemi pa burime. Burimet tona kanë qenë më të mira se sa ai i Lajthizës, më të mirë se ai i Tepelenës. Kanë qenë burime natyrale, ne na i mori burimet. Ne na qitën këtu, na thanë se do ta keni ujë në pishëm. Ne nuk kemi ujë të pishëm. Që 4 ditë e marr punëtorin në ora 6:20 mjesit, dhe i tham kur na shlohet ujë. Thot ti marr thot punojësit e depës atje thot. Punojësit e depës thën kemi edhe ne fest, kur duam ne me ashtu. Sot jo më larg se sot mu ma zhdek pompa. Me pyet Gzim Sulën, jam i vetmi njeri që kam 22 pompa të shtëpia të djegme. Për të vetmin e ujit tani, për ujë. Vjen ujë në ora 6:20, 6:01, nalin 7 pa qerek. As ujë kemi ne. 40 orë pa pikën e ujit jemi. S'ka ujë. Tash se ku janë fajet, a ka depja ujë, apo s'ka depja ujë, ne nuk e dim. Jemi një lagje që mund të jemi më të përzekutuar për punën e ujit. Jo më larg se dje punojësit e faturimit të ujit, keni ujë tha dimën, paguajini dimën. Po s'më intereson mu dimni ç'është mujt e dimnit mu për ujë. Mu më bie ujin në periudhën e verës, që nuk kem ujë me pi. Se për larje mos dhe ma keq për ne se qa bëhet këtune. Tha jo, tha ne mu më duhet tha ban kontratën, tha të bi uj, tha 6 mujt e dimni, tha paguj. Pa 6 mujt e verës, ku do të? Uj, ka sa dush, uj nuk menaxhohet. As nga drejtoria e ujësillçit, as nga punojësit, as na edhe nuk dim ku të janë kohëna më burr. Uj sot, uj në mot, uj që sa kohë që 70 po bëj, do me thonë nuk muaj men që të kemë ujë Gostili. Kanë ardhë, vend që të unë shojnë, vend drejtori, thot s'kam që të bëj. Vend inxhinieri, s'kam që të bëj. Ku që të bëj, përse që ujë më rëburë vetë. Ujë më s'ko, ujë janë shtjeta. Fshati Gostilit është pa ujë dhe mund tjetë rast i veçan dhe i vetmi. Ja mas shpije që është tubi. Është tubi që 3 vjet i palidhun. Pra janë kry investime dhe këtu s'merret gjën vesh çfarë infrastrukture ujore ka në fshat. Gostili, siç e dini, është lagje e qytetit, e cila nuk ngjan si e tillë as pak. Pas informacionit që kem nga banorët e lagjes, kësaj lagje Gostil, pra kemi ardhur në emër të Partisë Demokratike Dega Kukës për të denoncuar mungesën e ujit pishëm për këta banor për më shumë se 30 orë. Dua t'i çojnë në vëmendje Drejtorisë Ujësjellës Kanalizimeve, Kryetarit Bashkisë, është detyrim ligjor e pushtetit vendor furnizimi me ujë të pishëm për banorët të cilët i kanë në administrim. Mos marrja masave të tilla të garantoj Kryetarin e Bashkisë dhe Drejtorin e Ujësjellës Kanalizimeve që do shkojnë për njekje penale nëse nuk merren masa për furnizimin e menjëhershëm. Pra, po ja them sot këtu publikisht para këtyre banorëve, opozita bën punën e vet, opozita bën kallëzime, opozita është pranë banorëve për problemet dhe hallet që kanë, edhe diçka tjetër duhet ju them aty. Në qoftë se deri me datë 11, sipas banorëve, të cilët e thanë edhe vet, furnizimi me ujë të pishëm paktën një orë ka qenë korrekt. Mos furnizimi me ujë të pishëm pra. Për këtë periudhë e në vazhdim, pra është fillimi i sezonit i këtyre banorëve. Unë uroj që mos të ketë propavi politike. Në rast konstatimi që kjo do ketë propavi politike, të jetë garantuar që denoncimin do e kenë në SPAK, në prokurori dhe të jeni të bindur që unë gjërave që i marr përsipër, unë i çoj deri në fund. Ja them edhe një herë Kryetarit të Bashkisë, personave përgjegjës, në mënyrën më urgjente të marrin masa për furnizimin me ujë të pishëm për këta banorë. Këta banorë janë banorë të Kukësit, janë banorë të Bashkisë Kukës, nuk janë banorë të Prizrenit, komunës Prizrenit, pra që të marrë masa kryetari i komunës Prizrenit. Duhet merren masa urgjente për furnizimin me ujë të pishëm.
Në rast kundërt, mosmarrja e masave mrena 3 ditëve për furnizimin e këtyre banorëve me ujë të pijshëm, unë po ja them publikisht do i bëj kallëzim në prokurori dhe në SPAK.